Tema që do të mbajmë sot është në lidhje me besytnit. Është një fenomen që fatkeqësisht i prek njerëzit, që një lloj epidemie që rishfaqet. Prandaj edhe kisha, duke shfrytzuar katekizmin, kërkon t'i mësoj të krishterët, po dhe për gjithë ata që kanë vesh për dëgjuar, çfarë është një besytni dhe si duhet të ndajmë besytnin nga besimi dhe si duhet të mbrohemi dhe ta kundërshtojmë besytnin, sepse nuk është një problem i thjeshtë. E para do të dim se besimi tek Perëndia del nga thellësia e shpirtit njerëzor. Drejtimi për tek Perëndia është mbjell tek njeriu nga vetë Zoti, pra Zoti ka krijuar njeriu sipas ikonës së tij, kështu që çdo njeri e kërkon Zotin. Dhe patjetër, si thotë një psikolog i dalluar Jung i shekullit e 20, besimi tek Perëndia i përket elementeve që nuk mund të shërënjosen nga shpirti njerëzor. Pra, gjithë njerëzit e kanë besimin tek Perëndia, por ka disa që nuk e shprehin besimin tek Perëndia, sepse thonë që janë ateist, pra ata i bëjnë një autosuggestion vetes së tyre, dhe ka të tjerë të cilët fatkeqësisht besojnë tek Perëndia, por besojnë gabuar. Ka të tjerë që besojnë tek Perëndia e vërtet. Është e pamundur që njeriu të jetojë pa besim tek Perëndia. Prandaj, aty ku mungon besimi i vërtet i Perëndisë, i Perëndisë së gjallë, atë njerëzit e zëvendësojnë me gjëra qesharake të paarsyeshme dhe pa Perëndin, dhe të gjitha këto gjëra, të cilat duken si lloj besimi ose formë besimi, nuk janë gjë tjetër vetëse besytni. Shumë bashkënjerëz tanë, pavarësisht se mund të jenë të arsimuar, janë njerëz të cilët kanë një njohuri edhe për shkencën, edhe për biologjinë, fenomen natyrore. Prapë mund të themi se shumica e njerëzve janë besyt, pra kanë besytni. Sipas statistikave, për shembull, nga viti 1981 dhe në vitin 2020, në shtetet ballkanike vure re ulja e numrit të martesave në vitet e brishta. Pra njerëzit mendonin se po të martohesh në vitet e brishta, që janë tek dhe jo çift, nuk shkon mbar martesa. Kështu që flasim për zonën e Ballkanit, një lloj statistike tregon se njerëzit në përgjithësi janë besyt, pra nuk i kanë kryer këto martesa në këto vitet e brishta. Kërkimet që janë realizuar tregojnë se gratë janë më besyte se burrat. Natyra e gruas është më e dhënë drejt besimit, sepse është më e përulur si natyrë dhe ajo e shfaq atë çfarë beson. Burri është më egocentrik, e mban për brenda, por gruaja nuk e vën ndonjëherë shumë në punë logjikën, është më shumë instiktive, dhe kjo e bën që ajo të bjeri pre e besytnive. Po në nivelin global, mund të themi se besytnit janë përhapura si të burrat dhe të gratë, dhe për shembull ka besytni nga më të ndryshme, nga më të çuditshme. Një ndër besytnit, për shembull, që është globale, është botërore, është besytnia e numrit 13. Pra, njerëzit kur e shikojnë numrin 13, i duken si numër ters. Madje për shembull në dhomat e hoteleve numër 13, ka klientë të cilët nuk pranojnë të shkojnë të qëndrojnë atje, sepse e shikojnë si diçka që sjell fat të keq. Por është një paradoks i madh. Njeriu bashkëkohor, i cili, siç thash, mburet edhe për zhvillimet shkencore, flasim për shekullin e dritës, sot flasim për shekullin e inteligjencës artificiale, pra kemi kaluar, që përpiqet të zotërojë jo vetëm tokën, por të zotërojë dhe qiellin. Ndërkohë është i nështruar këtyre besytnive, të cilat janë të pajustifikueshme për njerëzit e qytetarizuar ose shkolluar, dhe mund themi që mund të justifikohen deri ku te njerëzit primitiv. Por ja që edhe në kohën e sotme njerëzit janë besyt.
Është koha që njerëzit të largohen nga këto kotësi dhe të kthehen tek Perëndia i gjallë. Është koha që të shirojemi nga këto gjëra qesharake dhe të ndriçojmë shpirtin me besimin e krishterë ortodoks, ashtu si na mëson kisha jon. Por le t'i kthehemi prap konceptit të besytnisë. Çfarë është fjala besytni? Me besytni tregohen me një ndjenjë zakonisht përçmuese besimet e një natyre të paarsyeshme dhe që mund të ndikojnë në veprimtarinë dhe sjelljen e përvetësuar të personave besyt në jetën e tyre. Pra, fjala besytni do thotë ku njerëzit besojnë diçka që nuk është e logjikshme, nuk është e arsyeshme, por që i frikson ata, i kontrollon ata. Besimi në Perëndin që kemi neve është një besim i arsyeshëm. Për shembull, ne të krishterë nuk besojmë lopën si Perëndi, siç mund ta besojmë për shembull hinduistët, por ama besimi që kemi ne në Perëndin është dhe përtej arsyes. Domethënë, arsyeja përdoret në besim, por besimi në Perëndin e ka përcen arsyen. Por asnjëherë besimi nuk është i paarsyeshëm. Kështu që ku ne duhet besojmë, duhet ta vëmë mendje në punë. Kurse njerëzit që janë besyt nuk e vënë mendje në punë. Pra, besytnia është e paarsyeshme, është e palogjikshme. Do thotë që një njeri i parsimuar ose më shumë më themi njeri primitiv. Besytnia pra është një pabesueshmëri e paarsyeshme në ngjarjet e së ardhmes, të cilat ndikohen nga sjelljet veçanta pa pasur një lidhje shkakore, pra shkak pasojë. Shpesh besytnia lidhet me mangësinë e arsimit. Pra njerëzit të cilët janë të parsimuar janë më të prirur për të qenë besyt. Por siç thash, kjo epidemi kap edhe të arsimuarit, të cilët nuk e vënë mendjen punë për gjërat shpirtërore ose metafizike. Besytni është shprestaria e smur, largimi nga besimi i vërtet, një aliazh besimit të vërtet dhe mashtrimi. Përzierje besimit të vërtet me elemente idhujtar, magjie, elemente të turpshëm dhe të pakonceptueshëm për të vërtetën ungjillore. Ktu kemi një problem që na kap neve tani. Ka besimtar që besojnë në Perëndin dhe flasin për të krishterë, por që kanë dhe elemente besytnie brenda vetes tyre. Pra kemi një përzierje, një aliazh ose një pasticcio, mund ta themi më shqipshe, të njerëzve që besojnë. Këtu është rrezik i madh, sepse besytnitë e këta njerëz janë janë fshehur nëpërmjet besimit. Por duhet kemi shumë kujdes se duhet i ndajmë besimin nga besytnitë, ashtu si ndahet floriri nga gjërat, si them, nga kallaja ose diçka tjetër, dhe floriri më ndahet si them veçantë, quhet i pastër, dhe ato quhen mbeturina. Kështu që nuk mund të kemi edhe besim edhe besytni, është e pamundur. Specifikisht, njeriu primitiv, me qëllime parandalimi të situatave të ndryshme, të cilat krijoheshin nga elementet natyror, nga si them natyra, gjenden mënyra të ndryshme të cilat nuk ishin asnjë lidhje me logjikën, as me njëjën elementeve të natyrës. Pra, njerëzit primitiv shikonin fenomene natyrore, shikonin bubullimën, dëgjonin bubullimën, shikonin rrufen, ose një furtunë, ose një zjarr, ose diçka tjetër, dhe ata tani duke mos vënë arsye në punë, por dhe pa dija, si them, bënte punën e vet, ata krijonin iluzione për këto fenomene natyrore duke i mitizuar, duke i dhënë, si them, fuqi perëndie. Dhe kështu binin në besytni. Prandaj duhet kemi shumë kujdes për përballje me besytnitë që mund na kapin edhe neve, por gjithmonë përballë një besytnie duhet të vësh logjikën në punë. Por njeriu primitiv edhe mund të tolerohet, sepse aq dinte, aq bënte, nga padija, nga frika e diçka tjetër. Por siç thash, sot njerëzimi nuk mund tolerohet nëse bie në besytni. Prandaj besytni nuk janë një problem sa janë logjik, por se janë një problem moral. Që do të thotë, nëse një njeri nuk është i mbushur në shpirtin e tij me Perëndin
dhe nuk zbaton ligjin moral të Perëndis, ai patjetër, edhe pse vë logjikën në punë, ai do bie pre e bestytnive që janë, si them, të pa logjikshme, po dhe të pa moralshme. Prandaj duhet kemi kujdes. Për shembull, njerëzit që nga kohët e lashta i kanë trashëguar këto bestytni. Ja të japim një bestytni që vazhdon nga koha e lashtë deri më sot. Në mitologjinë greke lexojmë se Akili, që është një person mitik në luftën e Trojës, u sheh nga mësuesi i tij me të përbrendshmet e Luanit, pra me mëlçit, me zemrën e Luanit, që ai të kishte fuqinë e Luanit. Por kjo është një bestytni që kishin grekët e lashtë, edhe e kthyen në një mit. Vunde një personazh që ishte dhe Akili, i cili ishte i pa prekshëm nga shigjetat, por që kishte një dobësi vetëm në thëmbrën e vet, që u vra pastaj në luftën e Trojës, por kjo është një mit. Por çështja është, ky mit vazhdon dhe sot e kësaj dite dhe ka njerëz që besojnë se po të hanë disa ushqime, ata bëhen më të fuqishëm, ose s'duhet janë ato ushqime sepse ata bëhen të dobët. Ja për shembull, ka shumë prindër që i thonë fëmijëve mos hap trurin e peshkut se bëhesh tru peshk. Pra, është një lloj bestytnie që mos e ha sepse po ta hash atë, ajo ndikon ty dhe do të bëj tru peshk. Ose, për shembull, mos ha gjuhën e deles sepse bëhesh llafazane. E të tjera bestytni që vijnë nga mënyra e të ngrënit, të cilat janë trashëguar, por që vazhdojnë dhe njerëzit sot e kësaj dite, dhe duke mos e vënë logjikën fare në punë, thjesht i marrin motamo ashtu si kanë dëgjuar, ja transmetojnë brezit tjetër dhe kështu vazhdojnë deri në ditën e sotme. Por bestytnia nuk është thjesht një gjë e palogjikshme. Bestytnia radhitet me magjin. Bestytnia mbështetet tek parimet e magjisë homeopatike, quhet kjo lloj magjie. Pra e ngjashmja vepron me të ngjashmen. Kjo në mënyrë të mbinatyrshme magjike. Për shembull, në shekullin e 11 pas Krishtit, u vure një fenomen i tillë se si duke bërë disa patkoj, që janë këpust e kalit, mund t'i themi neve, ja vunë kalit dhe kali filloi të ishte më produktiv sepse nuk i vriteshin thundrat dhe kështu ai të ishte më produktiv dhe njerëzit menduan se këto patkojnë tani kanë fuqi magjike që i dhanë fuqi kalit, e shtuan prodhimin dhe çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit tani ta shikojnë patkojnë si diçka magjike. Dhe ka njerëz sot, edhe njerëz me shkollë që mbajnë patkojnë në shtëpi, mbajnë patkojnë në makinë, mbajnë patkoa në dyqan, edhe e shikojnë atë thjesht si diçka magjike. Por kjo nuk ka asnjë fuqi magjike, patkoj thjesht është këmba e kalit, por bëhet magjike sepse ti heq besimin tek Perëndia dhe vë besimin tek një objekt që bën një illull. Dhe atje te objekti dhe illulli, atje qëndron djalli. Vepron fuqitë e djallit, fuqitë mashtruese të djallit. Dhe ndodh fenomeni që në momentin që ti vë patkojnë në shtëpi ose në makinë ose në një, si them, në një biznes, atë ty të ndodhin disa fenomene sikur të ecën në bar, sikur tani po qetësohesh, e thua ja, e gjeta zgjidhjen me patkojnë e kalit. Por këtu tani ka hyrë skenarist djalli, i cili duke të parë ty mendjen e prishur, besimin e palogjikshëm të patkoj, i skenon të gjitha veprimtarinë tënde dhe produktet e tuja të vinë sipas interesit që do djalli, sipas besimit të gabuar që ke ti. Dhe këtu fillon mashtrimi. Këtu fillon ai rrethi vicioz ku ne bijem në skenaret e djallit. Dhe i më e keqja është, jo se vetëm ne besojmë, por këtë ja imponojmë dhe tjerëve, duke filluar që brenda familjes, prindit fëmijëve, vllai, motës, miqt, shokëve, por pra bëhemi reklamues të këtyre bestytnive që janë rrite magjike dhe bashkëpunim me djallin. Bestytnit mbështeten edhe tek mbetjet e illujtarisë, të cilat si thash trashëgohen nga brezi në brez. Për shembull, njerëzit
e paditur, primitiv, kur binte një rufe, shikoni që po të futeshe brenda një peme, mbroheshe nga rufeja, sepse sot është vërtetuar që molekulat e drurit nuk e përcjellin elektricitetin, siç është edhe rufeja. Atëre, kështu njerëzit mendonin se pemat, ose zgavrat e pemëve, ose pemt e mëdha, janë me fuqira të perëndive, dhe njerëzit i adhuronin pemat, sepse i mbronin pra nga goditjet nga rufet. Sot tani, njerëzit, edhe kur bie një rufe, i bien drurit, i bien tavolinës. Pse? Që ta marri druri, ta marri pra druri atë të keqen, mos ta mbajmë neve. Kjo pra vjen nga illujtaria, nga elemente illujtar, të cilat janë të trashëguara dhe trashëgohen nga brezi në brez, por mirë ata që ishin primitiv dhe i bënin këto gjëra. Por sot neve, si mund t'i bëjmë? Sot ne kemi kuptuar pse kur je për shembull përballë elektricitetit, druri ty të mbron, sepse druri nuk e përcjell energjinë. Jo se druri ka një fuqi mbi natyrore, është një lloj perëndie që të mbron ty nga elektriciteti. Po ja që prap njerëzit vazhdojnë sot. Bëjnë këto veprime të palogjikshme, bestyte, sepse vjen nga illujtaria brez pas brezi. Pra njerëzit vazhdojnë të jenë illujtar. Gjithmonë besytnia e thash dhe përsëris është mungesa e logjikës. Njerëzit nuk vënë logjikën punë. Le të marrim të sqarojmë edhe një tjetër besytni që ka njerëzit për ditën e martë. Keni dëgjuar për shembull që e marta është ters. Unë për shembull kur isha i vogël, më thoshin që e marta është ters. Ma thoshin, ata që ishin më tritur, ndoshta gjyshit, prindrit e tjera e tjera. Dhe vërtet unë besoja se e marta ishte ters. Por kur fillova të besoj dhe të kuptoj çfarë janë ditët, që ditët nuk janë ters, ditët janë ditë të Zotit, aq më tepër ne në kish, në çdo ditë e kemi të bekuar dhe e marta është dita që nderohet një nga shenjtorët më të mëdhenj, që është Shën Joan Parenc dhe Pagzori, Tha, ç'është kjo? Dhe u shlirova nga ky koncept. Kjo besytni e trashëguar. Por pse njerëzit mendojnë se e marta është ters? Ka ndodhur një ngjarje. Ka qenë një ditë e martë ku është pushtuar Konstantinopoli. Konstantinopoli ka qenë kryeqendra e krishterimit bizantin ose të lindjes për 1000 vjet. Dhe patjetër që kur Konstantinopoli dhe pushtuar nga turqit ishte një fatkeqësi shumë e madhe për gjithë botën e lindjes, për krishterimin e lindjes, por kjo ndikoi në gjithë botën. Dhe patjetër kjo mbeti si një ditë e zishme në kujtimin e të krishterëve. Por dal nga dal kjo humbi atë kuptimin e vërtet që ka qenë një ditë e martë dhe u pa e marta si ditë tersi. Po e marta në vetvete nuk është ditë tersi, por një të martë ka ndodhur një fatkeqësi që s'ka lidhje fare me ditën, sepse ishte thjesht pushtimi i Konstantinopolit që ndodhej një të martë, mund ndodhte edhe një të mërkur, nuk ka lidhje dita. Prandaj ne duhet ta vëmë mendjen në punë. Kur dëgjojmë diçka, pse është kjo? Po jo ta marrim thjesht e than këtë, ta bëjmë dhe ne sepse kështu është mirë. Po pse është mirë? Duhet dim për shembull se Hipoliti, autori vjetër kishtar, thot se këto besytni që shkaktojnë më shumë të qeshura se sa kureshtje për t'i studiuar ato. Pra ne duhet t'i nënvlerësojmë, t'i quajmë qesharake dhe t'i dënojmë dhe t'i largojmë me përbuzje. Kurse Plutarku, shekulli 2 pas Krishtit, edhe pse ky nuk ishte i krishter, thot se besytit janë pasion që lidh nga gënjeshtra. Por kur flasim gënjeshtra, kush është babai i gënjeshtrës? Babai i gënjeshtrës pra është djalli. E thot Zoti, babai i gënjeshtrës është djalli. Kështu që te çdo besytni nuk është vetëm një gabim ose marrëzi njerëzore ose diçka e trashëguar, po është djalli i futur në lojë, i cili gënjen njerëzit, i tall njerëzit, i mashtron njerëzit, i largon nga Perëndia i dhe i bën viktima të besytnive. Ky është qëllimi që ka Satanai, t'i mbaj njerëzit larg kishës apostolike. Satanai tundon njerëzit me besytni dhe paragjykime për t'i mbajtur të krishterët larg kishës. Dhe sa të krishterë sot ka, të cilët thonë se janë të krishterë, e kanë emrin të krishterë,
por nuk vinë në kish, dhe më shumë bëjnë rrit e bestyte se sa pranojnë misteret e kishës. Për shembull, ka dhe disa bestytni të cilët janë të kamufluara edhe me çështje fetare ose me tradita kishtare. Për shembull, ekzistojnë disa tradita të pajustifikueshme edhe brenda komunitetet e krishterë, për shembull që kur të vdesë njëri afër, 40 ditë nuk do të shkosh në kishë. Unë e kam dëgjuar këtë. Dhe ishim në një vend dhe e pyetëm kryepiskopin të ndjerin Anastas, e pyeti personi, sepse ishte një person shumë besimtar, por që kishte dëgjuar që kur të vdes një afërm, nuk duhet shkosh për 40 ditë dhe nuk po shkonte. Dhe kur erdhi kryepiskopi për vizitë, i tha, dhe kryepiskopi butësiri tha, kjo nuk është traditë e kishës sonë dhe nuk ka logjik. Përkundrazi, kur një njeri ndron jetë, ajo çfarë ne mund ta ndihmojmë më shumë është vajtja jonë në kishë, që janë në të tretat, në të nëntat, në 40-tat, ose ti bësh do ditë liturgjinore që janë 40 meshët, dhe jo të mbyllesh në shtëpi, kur shpirti ka nevojë që ti të shkosh në kishë, që kisha të lutet për atë. Pra kjo është një besyni e futur në ambientet e krishtera, në familjet e krishtera, është besyni e gabuar. Tjetër, për shembull, të sapo martuarit nuk duhen një vit që të kishërohen. Edhe është bërë si kështu, që pastaj bëhet si modë, që për një vit i sapo martuar nuk do të shkojë as të kungohet, as të lutet, sepse është mirë. Si mos shkosh? Por neve martesa bëhet brenda misterëve të kishës dhe ka qenë pjesë e liturgjisë synore. Prandaj dhe martesa fillon e bekuar mbretëriatit, birë dhe Shpirtit Shenjtë, që çifti që martohet të ishte prezent në kishë dhe të kungohet me trupin dhe me gjakun e Zotit. Si mund ta përballojë një çift martesën, bashkëjetesën pa Krishtin? Por Krishti është në mes çiftit që bashkon burrin dhe gruan dhe nuk i lën të përçahen dhe të ndahen. Prandaj dhe fillojnë këtë kriza martesore, sepse të krishterët nuk shkojnë në kishë, nuk kishërohen, nuk kungohen, nuk e marrin Zotin brenda jetës tyre, brenda çiftit dhe prandaj gjërat ndahen. Pra shikoni çfarë bën djalli, fut bestytni edhe gjoja me gjëra fetare dhe kështu njerëzit largohen nga kisha. Ose për shembull një tjetër bestytni, nëna e fëmijës që pagëzohet nuk duhet të brenda në kishë gjatë pagëzimit. Shumë do thonë juve po ku janë? Po janë bestytni këto, që i kanë, mos i kemi ne, i ka dikush tjetër. Por si mund të mos ty nëna kur pagëzohet fëmia? Ne kemi shërbes që kur mbushen 40 ditë, nëna sjell fëmijën në kishë, bëhet shërbesa e përkushtimit të fëmijës. Dhe që nga i moment, nëna duhet ta sjellë fëmijën në kishë që të pagëzojë fëmijën. Kush do ta sjellë fëmijën? Kush do ta sjellë? Po prindi pra do ta sjellë fëmijën. Pra, të gjitha këto i themi sepse janë besytni, rrite të gabuara që hyn edhe në ambiente kishtare dhe na shtrëmbrojnë besimin tonë të krishterë ortodoks. Prandaj të krishterët duhet largohen nga të tilla besytni. Satana i tundon të krishterët me qëllim që ta ngatrojë dhe t'i krijojë turbullime atyre, t'i largojë nga të vërtetat ungjillore dhe t'i tundojë me besytni dhe kështu të krijojë edhe një imazh të gabuar për Zotin. Kur kam qenë në Greqi para disa kohësh, por kjo erdhi edhe këtu te neve, u përhap një lloj besytnie. Çfarë besytnie? Duke përdorur edhe shenjtorët. Ishte letra drejtuar shënektarit. Ishte një letër që ta fusin poshtë derës. Kjo filloi në Greqi, sepse shënektari është një shenjtë shumë popullor, sidomos në Greqi, në Egjina, ne ishim përballë Athinës, por pastaj është një shenjtë pan-ortodoks në gjithë botën ortodokse, shenjtë shumë i dashur sepse bën shumë mrekulli. Por shiko çfarë bëri djalli. Shpiku një lloj letër me disa të krishterë fanatik ekstremist, po dhe ndoshta edhe mund të ishte edhe një djallëzi e mirëfillt, një letër që duhet ta përsërisë 25 herë, ta shkruaj këtë letër, drejtuar shënektarit dhe ta shpërndaje pasaj ta fusje poshtë dyreve ose të japi njerëzve. Dhe në qoftë se ti nuk e bëj 25 herë këtë letër, ti kishe një fatkeqësi, do të dënonte shenjtori. Sa të krishterë bën këtë? Njofun. U fiksuan mbas kësaj fjale
Edhe i bëni dhe prapën. Dhe kështu prapën një erezi, prapën një bestydni, prapën një mashtrim. Krijojnë një ide të gabuar për Perëndin që merret me këto gjëra dhe të gabuar për shenjtorin. Sigurisht Inaçi dhe Akmarës, një nga shenjtorët më të dashur, më të përulur, më miqësor. Pra shikoni çfarë bën i ligu. Dhe ka dhe disa njerëz për shembull që fiksohen që po ta them këtë lutje kaq herë, po ta bëj kaq herë, këtu më bëhen mrekullira. Nuk bëhen mrekulli se ti thua lutje dhe përsëri lutje si papagall. Lutje bëhet kur ti hap zemrën Zotit. Një mëshiro Zot që ti i ke thënë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë, si them, përkushtimin tënd dhe përsin tënd dhe hap qiellin. Po thosh, mira e mëshiro Zot, që si i papërqendruar, je me egoizëm, je me armiqësi, je me krenari, kur nuk të hapet. Prandaj, mos të bijmë në tilla lloj besynish edhe kur duam të lutemi Zotit. Pra shikoni ku futet djalli. Sa finok është ai. Gjen edhe brimat e mirët kur i themi ne që të hy dhe të ngatroj besimin ton. Ose ka disa të krishterë të cilët krahas kryqit mbajnë edhe syrin e Osirisit që të mbron nga magjia, ose mbajnë kryqin edhe shenjin e patkojit, mbajnë kryqin, mbajnë edhe shenjin e horoskopit. Po ku jemi këtu tash? Si mund të jetë edhe me Zotin, edhe me djallin, edhe me Perëndin, edhe me Ilujtarin? Po ç'lidhje kanë këto të dyja? Po ja pra që të krishterët i bëjnë këto. Ky nuk është krishterin. Kjo është një aliazh mëkatar që tallet djalli dhe dëmton shpirtin ton dhe fyen besimin ton. Ose marrin njerëzit bëjnë edhe kryqin, shkojnë dhe nga i nuska ne, që nuk ka lidhje fare me krishterimin, me kishën, që nuk janë shërbëtor të Zotit, pa që më keq janë shërbëtor të djallit, mashtrues të mashtruar, shkojnë dhe i varin edhe nuskën vetes ose fëmis, edhe thonë jemi të krishterë. Pra të gjitha këto janë gjëra shumë të gabuara. Dhe kisha i dënon, nëse ne lexojmë kanonet kishtare, ata të krishterë të cilët bëjnë këto gjëra, ose kërkojnë t'i bëjnë nëpërmjet të tjerëve, ata dënohen njësoj. Siç dënohet një magjistar që merret me nuska ose merret me magjira, kështu dënohet dhe një krishter që shkon dhe kërkon ndihmën atyre. Është si një grua që ka edhe burrin edhe dashurin. Si mund të kemi edhe Krishtin dhe djallin? S'mund të jemi me të dy. Njërin e duam, tjetrin e tradhtojmë. Prandaj duhet t'i pastrojmë e para mendjen tonë, trupat tanë, shtëpitë tona nga të tilla gjëra që nuk janë të Krishtit, të kishës, nuk janë simbolet tona, nuk janë pjesë e besimit dhe tradicionit ton, po janë paganizma, janë illujtari, janë magji. Duhet hequr nga shtëpia. Dhe ka besydni nga më të ndryshmet, për shembull, besydni që shikojnë të dhëmbët, ai që i ka dhëmbët e dara, për shembull, thonë që ky do jetë me fat, ose kur i kryhet dora do të marrësh para, ose kur kryhet dora e majt do të japësh para, ose po hyre në shtëpi me këmbën e djathtë shkon mbar, po tyre me të majtën shkon ters, ose zakonisht to bëhen gjatë natës së vitit të ri, e tjera besydni që i bëjnë të krishterët. Edhe thonë pasaj që jemi të krishterë. Prandaj, i themi të gjitha këto, sepse janë gjëra të cilat na ndodhin, na infektojnë, i kemi për qark, na i afrojnë dhe njerëzit tanë shumë të afër dhe shumë dashur, të cilët duan të na bëjnë mirë, por i thonë asaj, duan të heqin vetullat, na heqin syt. Prandaj, duhet, në qoftë se ne nuk kemi, si them, dije për t'i përballuar, duhet shkojmë pyesim. Shkojmë pyesim priftin, shkojmë pyesim teologun, pyesim katekistin, a duhet apo s'duhet të gjëra. Dhe në qoftë se prifti, teologu, katekisti, të cilët janë të certifikuar nga kisha dhe kanë dijen, thonë këto gjëra nuk duhen. Sikur gjithë bota thotë ti mbash, nuk do t'i mbash. Madje duhet t'i hedhësh me përçmim. Dhe jo ti jesh me dy mendje. Për shembull, le të përmendim dhe tjera besydni, sepse janë mirë për ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë. Ka njerëz për shembull që i bën zhurmë veshi
ose i dridhe syri, do thot do doli diçka e keqe. Ka njerëz për shembull që kryet hunda, thot do të zihem me dikë. Ka njerëz që u thye pasqyra, thon do ketë fatkeqësisht 7 vjet ose do ndodhi një gjë e keqe. Ose shikojnë ëndra ose dëgjojnë ëndra të qija dhe thot pashu do ndodhi kështu. Ose dëgjojnë për shembull sorrën ose tem kukuvajkën, thot na ndodhi fatkeqësi, ose qenin ose diçka tjetër. Dhe gjitha këto tashi na rrethojnë, na bombardojnë nga gjitha krahët, dhe në vend që neve ti drejtohemi Zotit, ti lutemi Zotit, kërkojmë mëshirën e Zotit, të zbatojmë porositë e Zotit, që janë ato që e drejtsojnë jetën tonë, e përmirësojnë jetën tonë, ne merremi me tilla gjëra. Dhe nëse ne do na hapeshim pak syt, ne do të shikojmë demonët rreth e qark, që secili prej tyre na përshpërit nga një nga këto besëdnit që na thon, na ngulitin në tru, edhe kur ne i bëjmë ata qeshin edhe tallen. Ja, kjo është e gjithë panorama. Kështu që duhet të heqim këto gjëra. Shikoni çfarë thot një shenjtor i dëgjuar, Shën Nikollimi i Malit të Shenjtë. Ashtu siç gëzohet ujku me stohinë e borës, kështu gëzohet dhe Satanai kur e bën njeriu të vuaj, me anë të besëdnive, duke qenë vetë në trishtim të thellë që ta bëjë njeriu si veten që të vuaj edhe ai. Prandaj duhet që të largohemi nga besëdnit, siç na mëson dhe Apostulli Pavli, qëndroni pra ngritur, të ngjeshur në brezin tuaj me të vërtetën. Dhe po ashtu të kundërshtojmë djallin dhe gjithë ato prapaskenat e tij, i cili është njeri vrasës që nga fillimi dhe babai i gënjeshtërës, dhe të kemi kujdes sepse djalli merr dhe formën e angjëllit të dritës, pra edhe fut hundët edhe tek besimi, dhe të lexojmë shkrimin e shenjtë. Sa më shumë lexojmë shkrimin e shenjtë, aq më shumë çlirohemi nga besëdnit dhe besojmë drejt. Po ashtu të lexojmë jetët e shenjtorëve, të cilët na mësojnë se si të largojmë besëdnisë, dhe kështu dal nga dal të pastrojmë veten nga besëdnit. Dhe nëse kemi rënë në besëdni, nuk do të themi po, bëm një gabim. Jo, nuk mjafton vetëm kjo. As ajo që duhet ta heqim, ta hedhim, ta djegim, ta largojmë me neveri nga vetja jon, trupa, shtëpitë tona, bizneset tona. Jo, duhet i bëjmë to patjetër. Por që të pastrohemi përfundimisht nga ndikimi i besëdnit, duhet të rrëfehemi. Nëse kemi rënë prej këtyre besëdnive sa do të parancishme na duken, duhet shkojmë tek ati rrëfys dhe t'i rrëfejmë që kam këtë, kam besuar te kjo. Dhe vetëm kur e rrëfejmë, ne na falet mëkati dhe na largohet djalli dhe kështu shtirohemi nga besëdnia. Dhe jo vetëm që duhet vetë të pastrojmë veten nga besëdnit, po duhet ndikojmë prindi me fëmijën, fëmijët me njëri tjetrin, me miq, fis e farefis, me shok, kudo që të jemi dëshmimtar të së vërtetës. Dhe mos bëhemi indiferent, ç'mo duhet kjo mua. Dakor, ne nuk do imponojmë njerëzve, por neve njerëzve do t'ju flasim të vërtetën me dashuri. Kjo nuk bën, mos e bëj sepse është gabim. Në qoftë se ai të dëgjon, përgjithësia është atij, por nëse dëgjon, e fitove atë njeri. Si thot dhe Shën Jakovi, nëse ti kthen një njeri nga rruga e mëkatit, shumë faje të janë falur. Prandaj, e mbyllim këtë bisedën e sotme, që të kemi kujdes nga epidemia e besëdnive. Çdo gjë që dëgjoni, që ju afrohet ose dhe shikoni, konsultoheni me shkrimin e shenjtë. E ka shkrimi i shenjtë? Po ose jo? Konsultoheni me doktrinën e kishës. E pranon doktrinën e kishës? Po ose jo? Konsultoheni me ata që shërbejnë në kishë, që janë të shkolluar, të certifikuar, priftërinjt, teologët, katekistët. Konsultoheni me ata, bëhet apo s'bëhet kjo gjë, pranohet apo jo. Dhe kështu pra ne do orientohemi drejt dhe nuk do bijem pre e besëdnive as për vete, as për tjerët. Amin.